këtë tren ka me zgjatë 3 ditë, diçka hala më të mirë, më artistike, sepse brenda trenit, prej rrugës që ka me unis në Prishtinë e deri në Pej, ka me pas performanca nga artistë të rinj. Ne po synojmë më shumë i marr artistat e ri që dëshirojnë me promovu më shumë veten edhe me sill diçka më unike, më kreative dhe më interesante. Po edhe diçka që ka qenë shumë e mirë, një antar që ishte aty prej trenve, e shpreh interesimin që gjithmonë i ka interesu për me kanë pjesë e kulturës, e trashëgimisë, e tash se vetë se ishte në klasën e 12 edhe ashtu jërë një lloj bindje edhe një lloj vetbesimi që me shku edhe me studiu për arkeologji edhe njëkohësisht prej të rënëve me njëherë dhe hapja që me ajme u bashku në Ulpiana Fest, që me arë me bë gërmime për me mujtë me gjetë sene halama të reja edhe që kanë betë prej shumë vjetëve, edhe pash që për një mes i cili ish hala ma shumë interesu me u bashku në këtë iniciativë si vullnetar, pashtu edhe me vazhdu me aktivitetet tjera, kur gjatë kritë kohës në ka thonë lajmërona, kur i keni aktivitetet tjera me këtë projekt, se ish interesimi shumë ma i madhë se sa që e kena prit. Dhe sigurisht krejto reagime, komente ty, juve ju kanë bo me undi mirë, edhe mos me undalë, me vazhdu tutje, me informu të rinë sa ma shumë për trashëgimin kulturore. Po ndalemi pak edhe tek treni kulturor. Qysh ka qenë mënyra organizimit? Po, do më thonë, treni hala nuk është realizu, është vetë se pjesë e realizimit. Do më thonë, është një ndër pikat kyqe që ka ky projekt. Pse po e them këtë është sepse ky tren ka me zgjatë 3 ditë. Do më thonë, ka mu bë me 3 grupe të ndryshme, që me qenë pjesëmarrja hala më e madhe dhe me mujtë me ardhë me u bashku bashkë me neve shumë njerëz, shumë tren pashtu dhe njerëz tjerë që mënën me qenë pjesë e trenit vetëm si kalimtar, po kanë me u bashku me neve në një shfaqje, në një diçka hala më të mirë, më artistike, sepse brenda trenit, prej rrugës që ka me unis në Prishtinë e deri në Pej, ka me pas performanca nga artistë të rinj, ku hala nuk janë të përzgjedhur. Ka artist konfirmu apo ende? Jo, ka me u bë një hapje, sepse ne po synojmë më shumë i marr artistat e ri që dëshirojnë me promovu më shumë veten edhe me sill diçka më unike, më kreative dhe më interesante. Nuk ka nevojë me qenë e ndërlidh me kulturën, të jetë diçka si më interesante, më interaktive me të gjithë pjesëmarrësit që kanë qenë brenda në tren e deri në vizitën e Pej. Numri targetues, po, i kësaj performancë artistike, me thonë këtë skenën lëvizëse të trenit prej Prishtinës deri në Pej, ka me qenë diku 90 student të shkollave të mesme, edhe diku rreth ndoshta 50 të themi kalimtar të rastit që janë aty në tren, diku 150 është numri targetues. Edhe ka me qenë po ashtu edhe 5 artistë që kanë me marrë pjesë për me i bë këto performanca brenda në trenit, që menoj që secili ka me pru frymën e vet artistike, kreativitetin e vet, edhe dallimet që kanë me bë secili këto mes 5 artistëve, që ka me nërë si një lloj shumë e mirë edhe diçka shumë unike e veçantë prej secilit, jo monotone. Do më thonë gjatë të në rrugës na përveç se kena me po sene shumë të mira derisa rrina atje, rruga jashtë, po ashtu edhe brenda ka me qenë interesante prej artistëve. A keni data të caktume se kur ka me fillu ky treni kulturor me këtë lëvizjen apo ende? Po, i kemi datat. Janë 16 maj, 23 maj dhe 30 maj. Jënë data në vikend, që besoj gjithë mund me mri dhe nuk kanë nevojë me marrë lej ekstra ndërsa për shkollës, për student që ka me qenë prezent, edhe besoj që ka me pas shumë njerëz edhe pjesëmarrës. Për këtë arsye pra edhe kemi bën vikend që me mujtë edhe persona tjerë që dojnë me ardhë për janë punë ose diçka, mos me pas në lloj arsye pse me thonë s'kena mujtë si diçka, na si Artpolis me jep si mundësi datën që kanë mundësi për me ardhë jo angazhimit punës edhe gjana tjera edhe me mujtë me përjetu këtë eksperiencë shumë unike. E qartë, me të vërtetë eksperiencë shumë unike. Dhe po besoj që keni me u knaqë gjithë bashkë me shiu, si kur performancat, po ashtu dhe atë rrugtimin nga Prishtina deri në Pej.